vota dhe me votë lokale me i fitu praktikisht zgjedhjes pa e kalkulu votën e diasporës. Ajo përgjithësi duhet filloj nga degët, duhet filloj sidomos të ata që janë kryetar komunash. Po në thirrjen që e bëri zoti Abdigjiku kur tha si nuk u ngopën kurrë, thot pres dorëheqjet morale të dy kryetarëve në fjalë, pra e pret dorëheqjen e Ahmetit, po njëkohësisht edhe të Muhaxherit. Nëse vlerësoj me gjuhë politike, është praktikisht monedha e nejtë. Është monedha e nejtë në kuptim të marrjes edhe dhënies të përgjegjësisë. LDK-ja ka një strukturë tonë, e cila e shtrin përgjegjësinë edhe suksesin në dy raste. Edhe e gëzon suksesin. Po çka nuk guxoj me kriju është procedoni i shkumjes në zgjedhjet brendshme mas secilit proces zgjedhor. Tutje. Pas është demokratike kjo? Zoti Ferrati, sigurisht kuptimin e di pse po them demokratike. Sigurisht është mekanizëm demokratik. Nuk shkon ti në një rezultat të kënaqshëm, duhet jepet përgjegjësia. Kjo është një lloj standardi demokratik. LDK-ja mburret për këtë standard demokratik, nuk është shkollë vetëm në vend, por është edhe në rajona, s'do duhet të kishte reflektim. Çka po duam të thonë është që nëse funksionojmë ose mendojmë me logjikën e tillë, ne të suksesshëm jemi veç kur dalim parë. Edhe i bie që secili kryetar i secilës parti në Kosovë, që nuk është në vendin e parë, duhet të jap dorëheqje edhe të çojë rrugë. Rrjedhimisht